E qartë, ndërkohë nuk e di nëse mundesh ose nëse ke ndonjë informacion përsa i përket ndoshta një profilit të shkurtër të Asim Vokshit. Po, Asim Vokshi ka qenë deri tani antar i gjykatës së lartë, më herët ka qenë antar i gjykatës administrative, antar i kolegjit zgjedhor, ka qenë në zgjedhjet e vitit 2021, ndërkohë që ka shërbyer sigurisht sistemit të drejtësisë për gjatë gjithë karrierës së tij, duke ngjitur shkallët nga gjykata e shkallës së parë në gjykatën administrative dhe më pas si antar i gjykatës së lartë. Tani më do të jetë për 9 vite antar i gjykatës kushtetuese dhe më pas do të rikthehet për të plotësuar edhe vitet e mbetura në gjykatën e lartë, për shkak se antari i gjykatës kushtetuese, pra nëse është gjyqtar në një vend, në një gjykatë tjetër, sipas ligjit atij pezullohet mandati në rastin Vokshi në gjykatën e lartë, bën 9 vite në gjykatën kushtetuese dhe më pas duhet të rikthehet për të përmbytur afatin ligjor në gjykatën e lartë si antar i gjykatës lartë. E qartë. Miris, unë të falenderoj shumë. Të uroj një ditë mbar. Ne nga kjo lidhje drejt për drejt me Isa Mëzyrejn do të ndalemi tashmë në një tjetër lidhje me kolegë